Që nga dita ne, ka qenë përpjekje e tij qysh me gjetë një instrument me shtyllën një mujtit. Edhe me mbrëmje së me gjasë për sot dhe nesër prodhohet si instrument. Prodhohet si instrument. Edhe një herë, unë nuk e besoj që dikush në studio këtu ka qenë kundër dhe është kundër një marrëveshje mes LVV-s dhe LDK-s. Ta jemi për, sepse jemi lodha na pizzelli, s'ka diskutim. Po flasim parë, por ta kemi qartë. Shumë në rastin konkret. Duhet me thonë një realitet i cili po ndodh. Edhe realitetin që po e shpjegoj sa shon dhe ne të tjerë këtu, është për praktikën që ka bërë vetëvendosja. S'po i shpikim na. I ka bën 10 orë, i ka bën shkurt, pra ka votuar qeverinë kryetare kuvendit, ka punët e presidenti, s'janë marrë vesh kanë shkuën zgjedhje. Nëse është ashtu, pse se bëri prap dia par dia? Jemi koça. Kamara sekretari kuvendit ndrohet shpejt. Jep dorëheqje nëse bën dorëheqje bodi. Ka ndodhur. E ka bërë për pikë çifit blokadën. E pe humba votin për pikë çifit. Po jemi koça. Pastaj të gjithë hapësirën. Kisha dash më ia dhon një përgjigje në Fidanit sepse në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025 pas zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje me përqindjen që e ka pas që prafërsisht është e njëjta me këto, e krijoi institucione, domethënë kuvendin edhe qeverinë. Kur erdhi çështja tek presidenti, nuk e dija deri në 27 dhe 28 prill, deri në 12 natës, kanë nejt lëvizja vetëvendosje në kuvend, ndërsa partitë opozitare nuk kanë ardhur. Është një farë deja vu-je këtu. Arsyeja pse vetëvendosje këtë herë nuk e ka konstituuar kuvendin, sepse ka kërku marrëveshje me LDK-n në mënyrë që mos më ardhë në të njëjtën pozitë, po me i zgjidh institucionet. Që kjo është çështja. Marrëveshje, ditën e fundit a? Jo më çdo që sa herë janë tu taku që disa herë për mi kriju institucionet mos më ardhë tek presidenti që më çua prapë zgjedhje. Një çështje tjetër. Edhe pse më ardh nesër seanca nuk ka lidhje, sepse janë mojt 50 seanca për me zgjedh kryetarin. Jo, nuk di kushtetutja që duhet më shku zgjedhje. Tregon ku thot vendimi kushtetuesës, ku thot ka nisë me vepru. Nesër në orarin 10 zgjidhet në rëndësi, nuk e lënë kryetarët edhe nën kryetarët edhe ecin tutje. Besojmë që a dim pse duhet me e bë.